Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Tema që kam zgjedhur sot të flas është të jetosh si bir. Tek letra Romakëve kapitulli 8 vargu 15, Zoti na thot: Ju nuk morët frymën e skllavërisë, por frymën e birërisë me të cilën thërrasim Aba o Atë. A dini që shumë betejë në jetën tonë nuk janë betejë për sjelljen, por betejë të identitetit. Djalli nuk ka nevojë të na rrëzojë në mëkate të mëdha. Nëse ai arrin të na bindë se nuk jemi bi nga Zoti, atëherë na ka rrëzuar. Për këtë arsye identiteti duhet jo vetëm të njihet nga ne, por të ruhet dhe të thellohet. Më lejoni të ndaj disa të vërteta të rëndësishme që dua ti mësoni nga sot. E para, ktheuni çdo ditë tek fjala që Perëndia ka thënë për ju. Tek fjala e Zotit që Zoti ka thënë për ty. Ungjilli Mateu 3:17, çfarë tha Ati për birin e tij, Krishtin? Ky është biri im i dashur. Ati e shpalli identitetin e Krishtit përpara se Krishti të fillonte mrekullitë, shenjat, çudirat, shërimet, përpara veprave të tij. Edhe ne nuk jemi bi sepse bëjmë gjëra për Zotin, por sepse ai ka thënë këtë për ne në Krishtin. Të gjithë ju që keni besuar në Jezu Krishtin, thot Gjoni, ju jeni bërë bi të Perëndisë. Identiteti forcohet kur ne lejojmë fjalën e Zotit të flasë më fort në jetën tonë se zërat e frikrave, të krahasimit dhe të dështimit. E vërteta e dytë që dua të mbani mend. Jetoni një marrëdhënie të gjallë dhe të vërtetë me Zotin dhe jo një performancë fetare. Te Gjoni 15:4 Krishti thotë qëndroni në mua. Një bir nuk jeton për ta fituar dashurinë e Atit, ai jeton brenda kësaj dashurie. Ky është ndryshimi. Kur lutja bëhet thjesht detyrë, identiteti zbehet. Kur lutja në thelb është marrëdhënie, identiteti thellohet. Ati nuk kërkon shfaqje fetare, por një zemër të hapur dhe të sinqertë. E vërteta e tretë. Refuzoni turpin dhe pranoni hirin e Zotit. Bibla thotë që nuk ka dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Romakët 8 vargu i parë. Është e vërtetë që djalli na thotë, ke dështuar, prandaj nuk je më bir. Mirë, po fryma e Zotit thotë, ti je bir. Për këtë arsye ngrihu, ndërsa je rrëzuar. Ne mbrojmë identitetin duke mos u fshehur pas rënieve, por duke u kthyer tek hiri i Zotit që na shëron. E vërteta e katërt, po kaq e rëndësishme, jetoni në bashkësinë e krishterë, në komunitetin mes vëllezërve dhe motrave. Hebrejt 3:13 thotë, nxitni njëri tjetrin çdo ditë. Identiteti nuk rritet, nuk thellohet, nuk kultivohet në izolim. Bijt qëndrojnë, rriten, ndërtohen dhe bëhen burra në familje. Zërat e besimit, lutja për bashkët, inkurajimi, të mban gjallë, tek e vërteta. Dhe gjithnjë do të jetë një kujtesë në jetën tënde që ti nuk je më vetëm. Ndjenja e përkatësisë tashmë është në ty, ti përket diçka shumë të madhe, ti përket qytetit të Zotit, mbretërisë së Zotit, familjes së tij. Ndaj sot mos e provo identitetin tënd, jam apo s'jam, biri i Zotit. Mos e negocio dashurinë e Atit. Thjesht ktheu dhe thuaj, At, ja ku jam, më prano të vi tek ti. Bibla thotë shikoni me dashuri të madhe na ka dashur Ati që të quhemi bijtë e Perëndisë. Le të lutemi së bashku. Atë që lor bekoi bijtë e tu, bijat e tua, motra dhe vëllezërit e mi këtë ditë, dhe lutem që ky inkurajim të jetë vërtet inkurajim real në jetën e tyre. O Zot, lutem të dëgjojnë thirrjen e frymës tënde në zemër. Ktheuni tek Perëndia me gjithë zemrën tuaj dhe ai do të kthehet tek ju. Kohët e fllatit frymës do të bien mbi ju. Shërimi do të zbresë ndërsa ju jeni kthyer tek Perëndia. Zot, bekoj dhe mbroj miqtë e mi, familjet e tyre dhe jepi forcë në udhëtimin e tyre të besimit në emrin e Jezusit. Amen. Bijtë e Perëndisë, Zoti ju bekoft, mezi pres ju takoj sërish në meditimin e nesër.